Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq që ja ku po ritakohemi sërish me mua Tiron Alilin. Do ndalojmë tashi në një minutazh kushtuar Klodit edhe Elionës, siç duket nga bashkëtesa që po bëjnë çifti, sepse kanë vendosur që të bashkëtojnë, kanë vendosur që të ndajnë jetën së bashku. Eliona në këtë rast, më falni, është në një hall të madh. Por në hallin më të madh është Klodi. Klodi thot, kush mund ta ndal Elionën, po le ta shohim se për çfarë flet çifti. Dikush ta ndal Elionën. Klodi me hallin e ri pas nisjes së bashkëtesës. Klodian Mihaj dhe Eliona Binjakaj po vazhdojnë lidhjen e tyre dhe pas përfundimit të Big Brother VIP Kosova 4. Ndërsa çifti tashmë ka nisur edhe bashkëtesën, e duket se jeta në një qati po sjell edhe situatat e para me humor mes tyre. Klodi ka bërë një postim ku me shaka ka kërkuar ndihmë për një zakon të Elionës. Dikush të ndal Elin nga blerjet shtëpiake, ju lutem. Postimi mori reagime nga ndjekësit, ndërsa një prej tyre i sugjeroi çiftit për blerjet t'i shndrojnë në përmbajtje për TikTok. Klodi duket se e pëlqeu iden dhe është përgjigjur në rregull, TikTok më vonë. Duket se pas performancës në Big Brother, tani Klodi dhe Eliona po zbulojnë edhe sfidat e vogla të bashkëtesës. Klodi dhe Eliona kanë vendosur që tashmë t'ja besojnë zemrën njëri tjetrit, edhe pse brenda në shtëpinë e Big Brotherit Klodi ishte shumë konfuz, nuk dëshironte që të ndërtojë një rrugë, nuk dëshironte që të ndërtojë një nismë, nuk dëshironte që të ndërtojë një moment me Elionën, por siç duket, Zoti e ka shkruar që çifti të jetë bashkë, Zoti e ka shkruar që çifti të ndërtojë një marrëdhënie dhe janë duke e jetuar këtë marrëdhënie. Klodi duket në format më të mira të vetat, domethënë është i gëzuar, është i kënaqur që po lidhet me Elionën, kanë ndërtuar një dashuri shumë të madhe. Do të thoni ku e ka kuptuar Tironi dashurinë? Unë dashurinë e kuptoj nga fakti që domethënë në momentet më të vështira, Klodi i qëndroi pranë Elionës, e bëri momentin të bekuar me Elionën dhe po e shijon marrëdhënien me Elionën. Do të thënë po shijojnë këtë dashurinë e bukur të tyre dhe po shijojnë këto çaste. Dhe kjo në fakt e bën Elionën që të jetë edhe më e bekuar. Të qëndrosh pranë në momente të vështira me patjetër që ti e do. Çifti ka krijuar shumë kimi, do me thënë kanë krijuar shumë afrimitet të cilin në fakt e kanë patur që kur ishin në Big Brother dhe janë bërë që të jenë të bekuar dhe të lumtur për njëri tjetrin. Çfarë mendim keni për këtë dyshe?